Nëna i tha nga mjekët të ndërpres shtatzanin 14 herë, e lumtur që nuk i dëgjoi. Dëshpërimi është një gjë e çuditshme, mund të turbullojë gjykimin ton, të na bëjë të çmendur, jo logjik dhe emocional. Por ndonjëherë ai mund të jetë pikërisht gjëja që na nevojitet për të bërë të vërteta ëndrat tona, ose të paktën kështu ishte rasti për Kiera Meldrum. Kiera, një grua 20 vjeçare nga Anglia, dëshironte një fëmijë më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Pas humbjes së 4 foshnjave në shtatzaninë të kaluarën, ajo ishte e gatshme të bënte çdo gjë për të qenë nën. Kur mbeti shtatzën përsëri, kësaj radhe ndihej si e duhura. Asgjë nuk do ta ndalonte, përveç mjekëve, të cilët e këshilluan 14 herë të ndërpriste shtatzaninë. Ata nuk po ishin negativ, thjesht foshnja e saj ishte në një gjendje kritike. Kur Kiera zbuloi për herë të parë se ishte shtatzën, ishte korriku i vitit 2018, dhe siç kemi përmendur më parë, ajo sapo kishte pësuar 4 aborte spontane në një periudhë prej vetëm 2 vitesh. Gjithashtu, nëse nuk e keni bërë ende, ju lutemi abonohuni në kanalin ton. Klikoni zilën e njoftimeve për të frymëzuar nga këto histori reale çdo ditë. Tani kthehemi te historia. Pas 12 javësh shtatzanie, mjekët i bën skan dhe fillimisht gjithçka dukej vërtet mirë, ose 8 javë më vonë, aty ku gjërat filluan të merrnin një kthes për më keq. Mjekët kuptuan se stomaku i foshnjës po mbushej me lëngje dhe nuk dukej mirë. Ata e quajtën një ascit të rënd të gradës 3 të vendosur në zorrën e trashë të foshnjës. Një grumbullim i vazhdueshëm lëngjesh kishte formuar midis 2 shtresave që veshin stomakun dhe sipas profesionistëve mjekësor, kjo do të thotë se foshnja e saj ishte në rrezik. Ata e këshilluan pikërisht në atë moment të ndërpriste shtatzanin, por Kiera nuk pranoi. Ajo kishte pritur shumë gjatë dhe kishte kaluar aq vuajtje dhe dhimbje sa nuk mund të dorëzoi tani. Por, edhe pse Kiera mori vendimin për të mbajtur foshnjën në atë kohë, kjo nuk do të thotë se ishte e lehtë për të. Në fakt, ajo ndjej fizikisht të sëmurë kur i thanë se foshnja nuk ishte mirë. Mënyra se si Kiera e kaloi ishte duke i thënë vetes se vajza e saj e vogël ishte një luftëtare dhe se do të mbijetonte këtë tërësi. Nuk ishte mënyrë që ajo të abortonte këtë fëmijë dhe do të bënte çdo gjë që mund të mbronte atë. Kiera vazhdoi të shkonte në spital për skane të shpeshta gjatë shtatzanisë së saj. Ajo vazhdoi të shpresonte se diçka do të ndryshonte, se një mjek do t'i thoshte se foshnja e saj po bëj më mirë, por në çdo takim, gjëra dukej se përkeqësoheshin vetëm dhe zemra e saj thuhej çdo herë. Në 28 javët, mjekët i shpjeguan Kierës se zorrat e foshnjës së saj ishin shpërbërë dhe e këshilluan ashpër përsëri të ndërpriste shtatzanin, por përsëri ajo refuzoi. Ndërsa gjithë kjo po ndodhte, kishte një grumbullim të fortë lëngu amniotik që po ndërtoi në stomakun e Kierës dhe mjekët i thanë se duhet ta kullonte atë. Por Kiera refuzoi dhe këtë, sepse ata gjithashtu i thanë se do ta rrezikonte edhe më shumë jetën e fëmijës së saj, duke marrë parasysh faktin se foshnja e saj ishte tashmë në një gjendje të paqëndrueshme. Ajo mbajti barkun e saj të mbushur me gjitha të lëng, dhe nëse kjo do të thoshte se do të ishte në dhimbje të vazhdueshme. Nuk po lëmanash kur themi se ajo ishte në dhimbje të vazhdueshme për shkak të kësaj. Kiera shpjegoi se stomaku i saj u fryi më shumë se zakonisht dhe ndihej sikur po mbante një balon të madhe të dhimbshme me ujë kundër trupit të saj. Por, edhe pse përvoja dhimbte si çmenduri, ajo ishte e gatshme të bënte atë sakrificë, nëse kjo do të thotë të mbronte foshnjën e saj dhe t'i jepte një shans për të jetuar. Përndryshe nuk do ta falja kurrë veten, tha Kiera. Ndërsa javët kalonin, Kiera vërtet luftonte me dhimbjen e vazhdueshme nga të gjitha ato lëngje në barkun e saj. Ajo luftonte të lëvizte siç duhet, edhe më shumë se sa shumica e grave shtatzënës zakonisht luftojnë. Ajo ishte në dhimbje të tmerrshme të shpeshta, por e dinte se gjithçka do të mbaronte së shpejti. Më në fund, pas javësh sakrifice të dhimbshme, erdhi dita kur ajo do të lindte foshnjën e saj përfundimisht. Megjithatë, ishte 6 javë para datës së pritshme dhe ajo ishte nervoze për atë që do të nënkuptonte kjo. Ajo e quajti foshnjën e saj të dashur Lily Rose, por kur ajo lindi, ato ishin larg nga ajo që të kishin dalë nga pylli. Gjëja e parë që Kiera dëgjoi kur ajo lindi ishte një britmë e fortë, por britma nuk erdhi dhe Kiera filloi të nervozoi jashtëzakonisht.
Zemra e saj ishte thyer shumë herë më parë dhe ajo filloi të friksojë nga më e keqja absolute. Ato pak momente ndiheshin si një jetë, por më në fund, pas asaj që dukesi përgjithmonë, ajo dëgjoi këtë britmë të vogël. Kur më në fund dëgjoi foshnjën e saj duke qarë, një valë e madhe lehtësimi dhe emocioni lau mbi të. Foshnja e saj kishte mbijetuar ose të paktën duke mirë në atë moment. Gjërat nuk ishin aq të thjeshta për Lily Rose, duke se kishte ende shumë punë për të bërë, dhe ajo duhet të merrej shpejt në kirurgji. Por para se ta merrnin, ata i lejuan Kierës ta mbante për herë të parë. Ajo ishte perfekte, tha Kiera. Ajo gjithashtu e quajti foshnjën më të bukur që kishte parë ndonjëherë. Me 4 pound, kjo foshnjë ishte qartazi më e vogël se shumica, dhe duke marrë parasysh gjendjen e saj, ajo duhet të operohej menjëherë. Kështu, edhe pse kjo i theu zemrën Kierës, ajo u detyrua ta linte foshnjën e saj te mjekët vetëm minuta pasi kishte lindur. Megjithatë, ajo ishte gjithashtu e friksuar nga humbja e saj, kështu që e dinte se ishte gjithçka për të mirë dhe se mjekët do të bënin më të mirën për të shpëtuar jetën e saj. Ata duhet të vepronin shpejt. Lily Rose u transferua menjëherë në një spital tjetër, ku më pas u vendos në një procedurë kirurgjikale shumë komplekse, e cila përfshinte hapjen e stomakut të saj dhe gjetjen e zorrës së saj. Ata kishin zbuluar se ajo ishte ndarë në gjysmë dhe një nga gjysmat ishte e mbështjellë rreth një ene gjaku. Pastaj, ata lidhen këto dy gjysma me tuba të shtuan një qese stome dhe ashtu, kjo kirurgji e komplikuar u përfundua. Por, vetëm sepse ata kishin përfunduar kirurgji nuk do të thoshte se ishin të suksesshëm. Kjo ishte një lloj territori i paprecedent dhe ata nuk ishin të sigurt nëse gjithçka do të funksiononte. Ata monitoruar Lily Rose intensivisht gjatë 8 javëve të ardhshme, duke shënuar me kujdes gjithçka që po ndodhte. Kiera ndërkohë tha se foshnja e saj duke aq e vogël brenda inkubatorit me të gjitha ato fije rreth e rrotull. Ajo e dinte se ishte atje ku foshnja e saj duhet të ishte, por gjithçka që donte ishte ta mbante fort. Kiera kishte pritur muaj për të takuar vajzën e saj, dhe tani që ajo kishte lindur, nuk mund ta mbante as në krah. Ishte shkatërruese, tha ajo. Çdo nënë që ka lindur mund ta kuptojë se sa e vështirë duhet të ketë qenë kjo, por ishte gjithçka për të mirë. Më në fund erdhi koha për të parë nëse kirurgjia e parë kishte funksionuar dhe nëse po, të kalonin në një kirurgji të dytë. Në këtë pikë, Lily Rose ishte 6 javë. Çuditërisht, kirurgjia e parë kishte qenë suksesshme. Më në fund, kirurgjia e dytë ishte e suksesshme gjithashtu dhe pas të gjitha asaj pritje të dhimbshme, Kiera u lejua të sillte vajzën e saj në shtëpi më në fund. Pas gjithçka që kishte kaluar, duke se Lily Rose do të ishte një foshnjë e shëndetshme. A ishte kjo e vërtet? Pas muash dhe muash, duke i thënë se duhet të abortonte shtatzanin, se foshnja e saj kishte pak shanse për të mbijetuar. Si ishte e mundur kjo? Pra, si është Lily Rose tani? Kanë kaluar 6 muaj që kur ajo u kthye për herë të parë nga spitali, dhe ajo po monitorohet çdo 3 muaj nga spitali, vetëm për të siguruar se gjithçka është mirë me të. Mjekët shpjeguan se pjesa e poshtë me zorrës së saj mbetet shumë e brisht dhe prandaj ajo është ende e cënueshme. Megjithatë, ata kanë vënë re se zorra e saj është bërë shumë e fortë me kalimin e kohës dhe ky është një mendim ngushëllues. Ndërkohë, Kiera është e kënaqur me të drejtë që më në fund mund të kaloj kohë në shtëpi me foshnjën e saj të vogël. Ajo thotë se është vazhdueshëm e manitur nga forca e vajzës së saj dhe se është diçka që e vë re çdo ditë. Pas të gjitha asaj pritjeje, Kiera është e vendosur të mos u mbas asnjë moment me vajzën e saj. Ajo është mrekullia ime e vogël, tha një Kiera me emocione. Ajo vazhdoi duke thënë se vajza e saj e vogël qëndroi fort gjatë të gjithë procesit dhe se ishte shumë krenare për të. Kiera vazhdoi të reflektonte mbi çmendurinë e historisë së saj. Ajo tha se mjekët i kishin thënë çdo javë të ndërpriste shtatzanin dhe se çdo herë që dëgjonte atë këshill, ndihej e tmerruar. Por kishte një zë brenda saj që i thoshte se Lily Rose do ta kalonte. Si e dinte ajo këtë? Ky rast ishte vërtet një mrekulli, kështu që si parashikoi Kiera se fëmia e saj do të ishte përfituesi një rreshje të tillë bekimesh. Ndoshta, ajo që na mëson kjo histori është se nuk është gjithmonë për të ditur kur argumentet logjike paraqiten para nesh.
gjërat mund të duken mjaft mbikarkuese, por nëse kemi një qëndrueshmëri të fortë brenda nesh, diçka që e dëshirojmë aq shumë, atëherë ndoshta mund të kapërcejmë shanset. Kiera kishte një ndjesi se kjo do të funksiononte. 4 shtatzanite më parshme nuk ishin funksionuar, por ajo kishte një ndjesi për këtë. E po, rezultoi se mjekët ishin gjithashtu të tronditur nga gjithçka që kishte ndodhur. E vërteta është se foshnja e saj kishte një gjendje shumë të rrallë dhe ata nuk ishin të sigurt se sa e sigurt ishte, kështu që e këshilluan të ndërpriste shtatzanin. Por, pas shpëtimit me sukses të jetës së saj, ata kuptuan se kjo ishte një mundësi e mirë kërkimore për foshnjat e ardhshme me gjendjet e ngjashme. Për shkak të Lily Rose, ata tani po publikojnë punime mbi gjithçka që kishte ndodhur. Dr. Kelly Cohen, një profesioniste mjekësore në spitalin ku trajtoi Lily, shprehu lumturinë e saj që Lily Rose po shkonte mirë pas operacionit të saj. Ajo gjithashtu foli se sa i rrallë ishte rasti saj specifik dhe se, sipas të dhënave, vetëm 1 në 3 foshnje nga 10.000 kanë këtë gjendje. Procedura është shumë komplekse dhe shumë e vështirë për t'u ekzekutuar, prandaj fakti se ata arritën ta realizojnë është asgjë më pak se një mrekulli. Në kohën aktuale, Lily Rose duket më e fortë se kurrë. Ajo po rritet në një foshnjë të shëndetshme dhe po bëhet më e madhe çdo ditë. Kiera përmendi megjithatë se ajo është intolerante ndaj laktozës, por kush nuk është intolerant ndaj laktozës këto ditë? Ajo do të përshtatet menjëherë. Në skemën e madhe të gjërave, ky është një problem i vogël krahasuar me vargun e madh të gjërave që mund të kishin shkuar keq me të. Është e qartë se sa mirënjohëse është Kiera për këtë dhuratë, dhe ne nuk kemi dyshim se ajo do t'i jap Lily Rose të gjithë dashurinë në botë. Nëse ju pëlqeu videoja, ju lutem jepini një pëlqim dhe konsideroni ta ndani me dikë që mund t'i duket interesante. Faleminderit përsëri dhe do të dëgjohemi në të ardhmen.